Hutia dhe habia dhe gafleti njerëzve ka shi këtyre ditëve realisht të bën të obligueshme që të flitet shumë për të ditë. Ka që të nërozër, ne në 10 ditë të fundit të Ramazanit kemi një mobilizim të gjitha niveleve për vlerën e 10 ditëshit. Edhe me aktivitetin xhami, namaznate, edhe me ligjërata, edhe vetë, grumbullimi njerëzve në xhami e kështu me radhë, postime të ndryshme, të llojeve të ndryshme që na rikujtojnë vazhdimisht ta shfrytëzojmë 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, që është nata e 4 e kështu me radhë. Në kur vjen 10 ditësh i parë Dhulhijhes, e gjejmë se intensiteti i 10 ditësh të natës është larg nga 10 ditësh i parë Dhulhijhes. Edhe në kuptim të trajtimit, edhe në kuptim të vedisimit, po edhe në kuptim të organizimit dhe planifikimit për shfrytëzimin e duhur të këtyre ditëve. Ndërsa nëse e kthejmë situatën e peshore e shariatit, gjejmë se, dietarët e kanë një mospajtim kogja serioz edhe kogja të argumentuar, të cilët realisht shumë nga ata mendojnë se 10 ditësh i parë i Dhulhijhes është më i vlefshëm madje se 10 ditësh i fundit të Ramazanit. Andaj, kur e ka shih një vlerë të madhe të këtyre ditëve, realisht gjitha muhabetet, gjitha temat heshtin dhe aktivizohet tema e kësaj vlere të madhe për këto ditë.